Rangers unë poshtë të dielën nga Celtic në çerk finalin e Kupës së Skocisë. Triumfi erdhi përmes penalltive me rezultatin 4-2 pasi asnjë gol nuk u shënua në 120 minuta. Bajrami shënoi penalltinë e tij me Rangersin teksa pas kaosit të tifozëve u pa i nervozuar. Bajrami po i drejtohej dhomave të zhveshjes kur u fokusua duke u mbajtur nga një zyrtar i Rangers. Kjo humbje ndaj rivalëve historik dhe për ekipin e tij që tashmë fokusin e ka vetëm në kampionat. Bajrami e ka humbur prej kohësh vendin e titullarit në Skoci, madje vazhdimisht përflitet për një largim të tij në ver. Shorti Kupës së Skocisë kishte vënë përballë Rangers dhe Celtic që në fazën çerek finale dhe ashtu siç pritej derbi Glasgow të përjetua me shumë tension. Sfida u luajt në stadiumin e Rangers me kapacitet të plotë dhe me 7500 tifozë udhëtues të Celticut të pranishëm, gjë që nuk ndodhte që nga viti 2018. Në fushën e lojës golat munguan dhe fati kualifikimit erdhi vetëm nga pika e bardhë e penalltive. Aty Celtic realizoi 4 herë përballë 2 të Rangersave, një nga të cilët u transformua saktësisht nga Nedim Bajrami i aktivizuar si zëvendësues, duke bërë që ekipi udhëtues të gëzojë kalimin të turit. Tifozët miq hynë në fushë për të festuar me ekipin e tyre të pandalur nga policia, e kjo solli reagimin atyre të Rangers, të cilët me kapuç në kokë u vërsulën në fushë duke sjellë momente kaosi, pasi u mendua për një përplasje të dhunshme siç ka ndodhur shpesh në histori mes dy skuadrave.